Qa ndodhi tashi? Andueli që atë kohës, prit moj të dreqme, prit moj të hangër. Harova. Andueli tashi që atë gjithë kohës, po ju vëzhgonte nga dritarja që qa nësh po bëjnë këta tashi. Nena shkoj direkt, i pozicionoj duart me mori vrull nga mbrapa, dhypi hypi Gomari. Gomari si që ishte ju qapluen këmët bam ran tokë. Për toke! Qa ka hequra, jo Ama se pastaj. do na zgjohet ylli. Pastaj nena, mori ndimën, mori nena pastaj. Imagjino, yulli ka pi arangjata, ka ra me fjetë paralel. Po, a di sa më e bukur arangjata nuk ngjan. A kur ishim ne fantazma, u shqetësu ra atje dhe aty ra jashtë. U bo dhe pianist. Edhe plus ishte, far pianist Beethoven, ba. Simfonia në nëndë. Qa bëri nena pastaj, e pa Gomari, sa e nisa moj. Qa bëri nena pastaj, mori ndimën e shpejt të hygeas aty me rapa shkoj direkt e fashoj Gomari. Se ku e fashoj nuk ka rëndësi. Po normal, sepse kishte ndikim. Kishte ndikim edhe Concord Invest. Biri ma shkurt este. Jo. Më i bërë Ka të që i kumë dhonë Golden Eagle me pi, për energji. Kjo tashi se Gomari ishte telendis, se kjo hype zbrit tani. kush i ka hyp mëj? Sa e ripi? Kjo më, kjo këtu. Mbi 75 herë. Që nga i Isha nene. Në një herë Qa bëri pasaj kjo? E pa që s'ko lëvise më Gomari, shkovi mori Golden Eagle. Ka pi Golden Eagle, i ka hyp, i ka zryp 125 herë. Po. Mori Golden Eagle. Po kënon gjeli. Gjeli. Golden Eagle të shikjo, ja dha e piu Gomari topi dolën krahë. Tati Gomari i dolën. Edhe pastaj Erandi vjen direkt edhe thot, kam një pyetje thot, fluturon Gomari. Si që bësh ajo doja vjetër atere. Do t'i fluturoj Gomari. Fluturoj Gomari direkt bashkë me yllin sipër. Unë bjozi bashkë me yllin. Kjo meriton një. Bravo, kjo ishte për hapra. Dhe ylli. Kur ti dali Andreas Nonder do të qohet nesër, do thotë se që pashni, si kur bërnit juve. Pastaj erdhi Frederiku. Qa bëri Eli apo Frederiku? iku? Prit pra se ishte këtu. Erdi Frederiku, shkoj te Derri. Ishte fryr, ishte bërë, nuk e di do me thënë. Ishte shtatzan prap. Me Frederiku? Kishte 15 dërkuc të vegjël për të lindur, se... Të tjerë. Po. Pa shuj bën Frederiku, që të shkoj. Pyt. Qa ndodhi pastaj? Shkon Frederiku aty, i thot Derrit, a kësaj dosës, i thot, po si mo i thot 15 dërkuc direkt, i thot me A di si nduke si film vizatimore. Të para me ndu kështu n'imagjino. Po si ndodhi, thot, edhe fillon dosa, thot, po ja, thot, si ndodhi, erdhe ti, thot, po na pastroje kështu këtë ende, u zgjova ditën e nesër, me thot, erdhëm ta fermerët më bën eko, hop, 15 dërkuc vegjël. O, bo, thot Frederiku, ku ti qojmë tani? Shumë bukur. 6 dhe në produksioni. Të nesër me thot produksion, thot Agaj, vjen një zarf, shkon Andueli, krye fermeri me vrap balla dhe merë, vjen këtu brenda, thot, fermer, ka ardhur një zarf nga Agaj, qa theme në o, bdime me gjithë. Dosa është atë zanë. Po, dosa thot është atë zanë. Me Riku. Jo, Jo, okej. tani thot, ju thot do të kujdeseni për 15 Riku. dërkuc të vegjël. Që të thapi Albano. Tani filluan nxiheshin gjithë këta fermerët. Jo po është dje rrimi, jo po kështu. Po, jo po njëri do ta mbajë. Jo po ju dhe thot janë pit. Ta harruan që ishin vetëm 9. Kurse Elinara zjet me Riku, se Elinara je bar Derrit.
Edhe i thot Frederiku, po qa dini ju me, thot, gjithë derkucët thot do t'i mbaj unë. Jo, thot Elinara me Randin, s'ka shanse, do t'i mbajmë ne, hidhet nena, pastaj, jo, një do t'a mbaj unë, jo, Ja, nena vjen me magare. Nena ishte në gomar. Ne jo. Fluturoj gumari. Fluturoj gomari pa nenën. S'më pëlqen. Iku me yllin. Në qiell. Gomari iku me yllin. Kur ka dalë. Qa ndodhi pasta? Gjithë se cili marrin, gjithë se cili marrin nga një derkus. Edhe të gjithë kishin si sfit që të flinin me nga një derkus në krevat. Thoshte me nga një gomar. Jo me nga një derkus. Shumë bukur e menduan gjithë këta, haj ta marrim, mos ta marrim me mo. I thot Agaj, do t'i lani derkucët mirë, edhe pastaj do t'i fusi do që të një gjumë. I lau Elinarën centrifug me 30 gradë. Ula, kom. Lan. Ju doli dhe ngjyra i bërit bardh si kishte hedhur raçe. Ashtu dhe. U bën Me derkucët. haqilan me ti në lavatri. Po jetër, morbidente, që të bajer të mirë. E tu bën derkucët e bardhe me erë të mire, gjitha gjërat të me. Uta pelushi. Pastaj, qa ndodhi? E fjetën këta me derkucët gjithë në radhë, vjen nesër prap një zarf tjetër të nesërme, në thot Agaj. Falë, po shkët marë zarfin. Shko shtriun krevat. Po, do shkët e njëshit, në otërë mirë shive nesër. Po do iki se kësho ashtë i mobet. Shko veç Po i ka në ndërë. Tani, shkoj ky mori një zarf, edhe te zarfi thoshte, hajde natën, te zarfi thoshte, fermer, sot fermës tuaj do t'ju bashkohet një kafshë re. Ta u knaqën tash e qa kafshë po vjen a kupton. Kishin marrë një kal. Po atë i gomari ishte veshur si kalë shtu, i ku që u bësi keca, si mama dhia. Tani, e morën kalin ta e futën aty te kishin ndërtuar një kolibe. Me drasa e kishin ndërtuar vetë Ishte ma. për zotin si filmi zati marrëm duke. Ndi për pandaj, Ai natën e me. Shko në shtëri ose Am gjallë në shpi. Shko në shtëpi. Do shkoni shtërinë në përvend, se ja u tregoj aty në këmbë. Po. Shkoni shtëri. Blevic na vol aty lart në gjejmë gjithë. Shko se ja u tregoj. Ju të dy jeni Na bot peta shuqmi. platora. Peta shuqmi. Ju na pet, kush është këmbaj? Ja, do rri këtu në mes. Jo, jam këtu, do ja u tregoj nga këtu. Po. A di ku që po kështu asja i zemre me besin rëndavë. E shpi. Kush e ka arru një Coca-Cola që është? Mere mikrofonin. Po. Po pra, ato ka. Tashi. Shkështë si ato. Po pra, si ato kulla. Tamam për gjumë. E nësi spërton? A ke bo kësi dublazhe? Po, kam bërë. Për sa të shkoj ka? Më falë ti, Mickey Mouse, a ka mundësi një gjarë sa për komoditë? A o prap në zu mëngjesi. Prap në zu mëngjesi nesër cope ka qitë dëbojna, ta dini. A del drita nesër ne mu të bojna. Tashi. Hajt. Joni kisha. Erandi do më dëgjoni? Jeni gati. Tashi, ti që u thash? Agaj, tha do Ama t'ju nuk ndigjojmë ne këne. mbylli syt Big Mama se. Bravo. Nena Shaminu në fustanin. Po zhbllokoj hundët. Shif mu, Zhbllokoj hundët. po se të vdes, pa fri. Ashtë. Ha, merë Erandi, prita marrë Erandi atë. Jo me kisha atë unë. Po ku s'ka? Menten time. Edhe që u bë? Ja. Tani, thot Agaj, do t'ju sjell, thot në ferm një
Mori kalin Big Mama. Bash unë kalin? Po. Mos ko marrë në gjë tjetër. Jo. Mos u ngatërro, të lutem. A? Mos u ngatërro jeta ime. Se s'ndëgjoj pi fustanit. Mbylli syçkat me atë se të vret ajo. Hajde. Nuk na duhet ai. S'na duhet tash Eran. Ke Elinarën aty alas kanë min. Komodita duhet të pagu Pra, mu s'ka 7 vjet për këtë dritë këtu. Po se bia të tjetër. Prisë ta sjellun në të. Alas, Kush erë? e si pim në një. Kush është? Unë e kisha. Am gjove mu, oj nene, hajde shkojnë në shtëpi. Hajde shkojnë në shtëpi. Kishtë me thonë, hajde shkojnë në shtëpi. Kishtë ati që jena në kojshi, hajde shkojnë në shtëpi. Kishtë në krevet, hajde shkojnë në shtëpi. O zot, 18, ja kom nisë mi shkërujt aty ditë, si me ndi. Edhe 18 ditë, e shtash jënë këto 18 ditë gjenazeve. Jo me të përvejtë, më shtash të vëllë, po më zinë të frimë. Jo, e shtash nuk kanë me shku ditë. Si javën e parë që nuk do këtë neve 7 mujë që jene. Shtash s'hecit. Ai son po e Pa nese tregon. vazhdo ti. Po. Edhe tashi thot Big Mama, do ta marr unë, thot do ta çoj tek aty te ajo madrasa që ndërtuam gjithë së bashku që kishim sfidën. Shumë bukur e merr Big Mama e çon aty te këto E kapi herën, ja? shtëpita. Ishte re me... Thot Agajt Kush o të lo veterandi? ose po gjen. Qa lyp? Alla, ato vejti tim. Po ta mbur Andueli? Jo. Edhe, Edhe tani Sa i thot ndonë, Agaj. bie. bërtiti ati fëmijës math atje. Po. Jo, s'ka atje. Tjetër. E gjeta një. E shqyqyra zotë. Po, vazhdo tash. Dham lajme. Vazhdojmë, je gati Eran? Po, ja. Atëherë, thot Agaj, apo doni t'ju kështu t'ju këndoj një këngë të me zë të Na vogël. këndon një këngë. Po, Prall në të regojse. okay. Na ishte një herë, Shkom pleviz për mikrofon fol. na ishte një herë, Alaskja? princesha, Vazhdo, e kisha të re. na ishte një herë, mundoni të flini se ka zbardhur drita. Na ishte një herë, Po, na ishte një herë princesha mbi bizele. Kjo princesha ishte përkëdhelura e mbretit dhe e mbretëreshës. Kjo ishte mësu. Edhe, qa bëri kjo tani? I thotë mbreti të gjithë fshatarëve, i jep një lajmërime dhe i thotë: të nderuar qytetarë dhe fshatarë të gjithë këtij vendi ku unë jam mbret. Ai që do të plotësoj disa kushte, do të marri princeshën time, pra vajzën time për nuse. Kushtet për ta marrë për nuse ishin që të kalonin një lumë, një liçen që ishte plot me krokodila. Me krokodila. I thot mbreti, kush e kalon këtë liçenin me krokodila, pa e ngrën krokodili, do të marri për nuse vajzën time. Okej, fillojnë këta të gjithë me radhë, u mblodhën të gjithë djemt e të gjithë qyteti që ndodheshe aty. E filluan të gjithë me Po të mu du kishe televizorin e kom kallë.
Po e di.